Allahun Ta'ala falenderoj dhe pej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe salame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj, mbi familjen e tij të pastër dhe të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Kënë uzon Allahu Ta'ala, nuk ka kush që e humb, ndërsa kënë lënë në humbje nuk ka udhëzues për të. Dëshmoj se s'ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër të nderuar, prind të respektuar, ashtu siç kemi filluar para një jave të flasim për temën e tradhtisë dhe kemi mbajtur një hutbë rreth tradhtisë ndaj Allahut azza wa jall, ku kemi treguar se çka ne kuptojmë me këtë tradhti dhe kemi thënë se tradhti ndaj Allahut është mos adhurimi i tij, pasi që ja kena dhënë besën Allahut me adhuru. Po ashtu kemi thënë se Allahu azza wa jall na drejtohet në Kur'an duke na thënë: Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatakum wa antum ta'lamun. O ju që keni besu, mos të tradhoni Allahun edhe të dërguarin e tij, e të tradhoni emanetin që ja keni dhënë Allahut, duke e ditur mirë se çka jeni të bo. Sot me lejnë Allahut do të flasim për një tradhti tjetër, por kjo tradhti është në aspektin njerëzor, është fjala për tradhtin që e bën burri ndaj gruas, apo gruaja ndaj burrit, e që fatkeqësisht në vendin tonë është shumë e përhapur. Shumë çifte që ndahen, shkaku kryesor i ndarjes së tyre është për shkak të tradhtisë, për shkak se nuk i rrin besnik kurorëzimit asoj besë që e ka dhënë, se nuk ka me pas kontakt me asnjë grua tjetër përveç se me gruan e tij që e ka halal, po ashtu edhe gruaja mos me pas kontakt me asnjë burr tjetër përveç burrit të tij që e ka halal. Po ashtu kjo vëllezër të nderuar është nga gjërat më të nënçmuara në shoqëri, fal Zotit, edhe në shoqërinë tonë. Tradhtarin nuk e dën as familja e vet. Ai që e tradhton dhe është labil ndaj gruas së tij dhe e kundërta ajo grua që e tradhton burrin e tij, nuk gëzon dashni e as për krahje, as për prindve tyne, e as për fëmijëve tyne, e as ndërmjet veti, por janë të nënçmuar për shkak të shëmturshmërisë së mëkatit që e bojnë. Siç nuk kemi qef që më na tradhtu gratë tona, as na nuk do të më tradhtu ato. Siç nuk kemi qef që vajzat tona nesër me ra në kontakt jo martësor me të tjerë, ashtu mos bim ose të jemi shkaktar ne që me vajzat e muslimanëve të tjerë t'ja hupum derën e tyre. Allahu azza wa jall kur flet për zinan thot: "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mos ju afroni zinas, imoralitetit, vërtet zinaja është prej mëkateve më të këqija. Allahu azza wa jall në këtë ajet nuk po thot mos bëni zina, po thot mos ju afroni zinas, pasi që afrimi ndaj zinas është me krejt rrugët e mundshme, duke shikuar haram, ose duke shkruar me një vajzë që e ki haram, o fjale me shkru fjallë që nuk të lejohen me shkru me të, që të lejohen ato fjallë veç me burrin tënë, ose veç me gruan tonë me thonë, nëse i thot njëri me gratë e tjerëve, ose me burrat e tjerëve, është tradhtar. Po ashtu, Allahu na ruajt me konë edhe me kontakt, me marrëdhënie intime, që është shumë e përhapur. Shumë njerëz që janë martu, runa zot, e tradhton gruan e tij, e tradhton familjen e tij, dhe me zgjespret në momentin e parë, me konë prej atyne që Allahu azza wa jall e urren. Allahu na ruajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për këtë tradhtim, për imoralitetin thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, na pyeti një ditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe na tha: "A dini se cila vepër njerëzit i fut më shumë në zjarrin e xhehenamit?" Tham: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Gjëja më e shumtë që i fut njerëzit në zjarrin e xhehenamit është tradhtia bashkëshortore dhe është gjuha e tyre që se kanë rujt dhe kanë folë keq për njerëz. Por këtu janë dy mëkate që më shumë të njerëz futen në zjarrin e xhehenamit.
Po ashtu vëllai i nderuar, prindë respektuam, e kemi të gjithë obligim të ndalim këtë smundje të zemrës, të ndalim këtë dëm të madh që ju ka nosur shoqënisë, e që është mu prish fisi, mu prish fara, e që padyshim se kjo nuk ka qenë asnjëherë adet i shqiptarëve, e as adet i muslimanëve, e as më pak adet i muslimanëve të këtij fshati, të këtij vendit, që ka qenë i njohur prej themelimit të tij, që ka pas shumë hoxhallar, ka pas shumë njerëz ditun, ka pas shumë njerëz të mençur, dhe nuk kanë leju në asnjë rast, në asnjë mënyrë, më orë deri kjo pisana e madhe që sot po ndodh fatkeqësisht. Dhe shkaqet e tyre janë të shumta, e padyshim më shumte është ekspozimi i madh i vajzave tona, i bijave tona, i motrave tona, i nanave tona, që përbojnë kur dalin në rrugë, dalin me rroba, Allahu na ruaj që kur flen më shumë rroba me to, ndërsa kur del në rrugë, del ashtu siç e ka kriju po thuaj Allahu Azza wa Jall, ashtu veç burrit do të më dalë, e motrat tona fatkeqësisht i dalin njerëzisë dhe e përhapin këtë smundje të madhe. Allahu na ruaj, e nëse Allahu më na fal dhe më na mëshirok. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. الله تعالى فلندرoj dhe pejti fali kërkoj. Salavat dhe selam mbi krijesën më të pastër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj me familjen, shokët e tij dhe gjithë pasuesët e tij deri në ditën e fundit. Po ashtu vëllezër të nderuar, prej shkaqeve kësaj përhapjes, kësaj smundje, është liria e tepërt që e gëzojnë vajzat dhe gratë dhe bijat tona, kanë marrë liri të pruna, askush nuk i kontrollon telefonat e tyre çfarë bëjnë, e as çka fotografojnë, e as me këndshënojnë, e as me çfarë merren. Dhe kështu me radhë përhapet kjo smuj, e Allah na ruaj, vjen deri në atë moment që njeri bëhet me gridh veten kur e sheh nusën e vet, e sheh motrën e vet, e sheh vajzën e vet në shtrat me njerëz të huaj, me tradhtar, duke hup moralin e saj. Allahu na ruaj. Po ashtu edhe vet njeri që është larg Allahut, është shkaktar i kësaj morre, edhe ai vet, Allahu na ruaj, bjen dhe e turpron veten dhe familjen e vet me gjona që nuk i ka leju Allahu Azza wa Jall. Po ashtu Allah Azza wa Jall kur flet për dënimin që ka përgatitur për këta njerëz që si kanë frikë Allahut Azza wa Jall, ka thonë prej gjunoheve më të mëdha që Allahu e llogarit është immoraliteti, thotë wala taqtulu nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Prej gjënohë më të mëdha është me bë shirk Allahun, me thonë se nuk ka që ka zot tjetër përveç tina, pastaj me vrani njëri pa drejt, pastaj thot me bë immoralitet, dhe kushdo që i bën këto mëkate ora në shkatërrim të sigurt, Allahu Azza wa Jall kur thot në shkatërrim të sigurt, dije që është shkatërrim i sigurt. Njerëzit që vdesin prej smujave që vijnë nga immoraliteti, si sida e kështu me radhë, brenda vitit në botë janë 30 milion deri në 40 milion njerëz që vdesin në mënyra më të këqija, me smundje më të rënda të mundshme, për shkak se e kanë tratuar amanetin, e kanë tratuar familjen e vet, dhe Allahu i ka sprovu me smundje që njerëzia s'po mund mi bëj shërim. Ende sida, kjo smundje që është si shkaktar i immoralitetit, nuk ka ilaç për të, dhe doktorët nuk kanë mundësi me bë një ilaç që me mbrojt njerëzimin, për shkak se Allahu Azza wa Jall e llogarit si dënim dhe hidhrim ndaj tij, e kush prej robëve mund me ndal hidhrimin e Allahut. Po ashtu Allahu Azza wa Jall kërcënon ashpër se dënimi i tyre do të dëfishohet në ditën e Kiametit, kur dalin njerëz para tij, thotë yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allahu këtyre që kanë tradhtu familjen e tyre do t'ja dëfishoj dënimin ditën e gjykimit dhe do t'i lënë në xhehenem për gjithmonë për shkak të turpit madh që kanë bë. Andaj vëllezër të nderuar, prind të respektuar, secili nga ne kemi obligim të ndalim dhe të kujdesemi për veten tonë së pari, pastaj për ato që i kemi nën kujdes, familjen tonë, gratë, vajzat, bijat tona, motrat e kështu me radhë,
t'i ruajmë nga ky turp i madh, se nuk është adet i një muslimane e as i një shqiptari me ra në gjanat ma turpshme, gjanat që thmija jotë thot marrët koft, çka je të bo o bab, ose me thonë marrët koft, që je të bo i nan e kështu me radhë. Pra s'ka qenë kur pjesë e identitetit tonë, shthurja morale, e as s'ka qenë krenari e këtij popullit me përhap imoralitetin, e aq me pak siç po e bëjnë disa njerëz pa fije turpi, disa njerëz që Allahu Azza wa Jalla ja ka marrën dhe kur s'kan marrën le të bëjnë çka dush, që dalin dhe e quajnë java e krenaris, dalin djem me djem u martu, e vajza me vajza, e këtë turp nuk e bojnë as kafsht, dashin me dashin, nuk ka mundësi me bo që ka bën njeri me njerën, Allahu na rujt, e as delja me deljen e kështë me radhë, e njerëzit që Allahu ja ka largu fiqirin, ishtin me ranë atë nivel që kafsht nuk binë, as njëherë një dash me një dash nuk ndodh me bo mardhanje, por vrahën në mja vete, ndërsa njerëz mashllin me mashllin, e femna me femnën, këtë Kosovën tonë që kanë luftu ushtria shkrimtare, me largu turpin e shkive, e jenë të e këti turpin, që kur kë popull se ka pas, Allahu na rujt, veç Allahu i din qysh i dënon këta njerëz, dhe ka të regu në Kur'an se qysh i ka dënu popullin e Lutit, ka thonë e ka ngrit tokën e tyre deri sa ka rritë në qiell, dhe e ka parë plas prej qiellin tokë, për shkak turpit madh që kanë bë. Këto nuk e bën toka, këto nuk e bën Allahu, këtë morë Allahu Azza wa Jalla e dënon, nëse na nuk e urrejna, nuk lutëm fort në sejdë kundra këtyre njerëzve, nuk i ndalëm bitun me ranë në këto mëkate të mëdha, Allahu ka më na dënu të gjithëve. Të jeni të sigurt se Allahu kur hidhrohet, i dënon edhe të mirët edhe të këqit, nëse një veni ja mujnë të këqit, Allahu na rujt. Vëllezër të nderuar, kemi për obligim me ndalë këtë turp, e kemi për obligim të paktën me urrejt me zemra dhe me fol me gjuhë, nëse s'kena mundësi me bo asgjë me dorë që me ndalë këtë turp, andaj keni frikë Allahun dhe rune Allahun, se vallahi mu hidhru Zoti, ka shkatru popujt e tënë, ju dini se në vitet e 60 e ka shkatru Shkupin, shumicën e tina me një dridhje, e vitin e kalun në Shqipni, një pjesë të madhe e shkatroj, Allahu nëse hidhrohet me këtë popull, vallahi sabahës na qelë, vallahi na dënën me dënime që dëdhemshme që kur s'kena mi haru, Allahu na falt. Rune Allahun, Allahu ju runë, frigone Allahut, Allahu është me juve, nëse si frigone ati që ju ka kriju, kuna keni mi frigu, e lësë Allahun më na vëdesu, e lësë Allahun më na vëdzu, e lësë Allahun më na drejtu në rrugën e ti, e lësë Allahun më na drejtu drejt moraleve të mira, drejt asaj që na kanë mësu prindrit dhe gjyshrit tonë, me qenë të moral shumë me vetën, me janë drejt ftyrën familjes dhe farifisit e venit, e ju me qenë njerëz që buhen me gisht për turp, njerëz që buhen me gisht për gjana që kafsht si bojnë, Allahu na rujt, e lësë Allahun më na falë dhe më na mëshiru, e lësë Allahun që mos më hidhru me neve, mos më na dënu, ashtu si që ka dënu popullin e Lutit, alayhi salam, e lësë Allahun Azza wa Jall që më na drejtu drejt kënaqësisë së tij.